Oltion Bistri, shefi i policisë operacionale në Policinë e Shtetit, arriti të marrë 2 pafajësi në gjykatën e posaçme duke rrëzuar akuzat e SPAK-ut për korrupsion pasiv dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Për gati 3 vite me radhë, Bistri u ngarkua nga SPAK me 3 akuza penale, përfshirë këtu edhe një hetim pasuror duke çuar në sekuestrimin e pronave të tij dhe familjarëve. Por pak ditë më parë, gjykata e posaçme rrëzoi pjesërisht kërkesën e prokurorisë, duke e deklaruar të pafajshëm për 2 akuza Oltion Bistrin dhe dënuar atë me 2 vite burg vetëm për nxjerrjen e sekretit hetimor në 2 episode. Sipas gjykatës, Oltion Bistri në cilësinë e shefit policisë ka abuzuar me detyrë në 2 raste duke informuar Plum Gjoko në kohë reale për aksionet e policisë lidhur me operacionin e shumë përfolur Lojrat e Fatit dhe në një rast të dytë për kapjen e një personi në kërkim. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se bëhet fjalë për shtetasin nga Shkodra Ali Hysa, i cili ishte shpallur në kërkim nga Prokuroria e Përmetit për akuzën e prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Hysa dilte në përgjime në një grup të madh të shpërndarjes së drogës ndaj dhe prokurori i Përmetit Aslan Bajramaj kishte vendosur në vitin 2020 ta shpallte në kërkim duke urdhëruar policinë ta arrestonte. Por në dosjen franceze të përgjimeve që ja ka transferuar SPAK del se plani operacional për kapjen e Ali Hysës nga Shkodra është dekonspiruar nga shefi i policisë Oltion Bistri. Po kështu për shkak të detyrës së tij si edhe planeve operacionale të hartuara nga Drejtoria Vendore e Tiranës në lidhje me faktin e shpalljes në kërkim të Ali Hysës, i shpallur më datë 28 shkurt 2020 nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër në bazë të urdhrit të prokurorisë Përmet dhe këtë të dhënë sekrete, Bistri e ndau me tetuarin biznesmenin e Lojrave të Fatit Plum Gjoka. Bistri shkrua në Skype Plum Gjokës duke i dërguar fillimisht foton e Ali Hysës. E më tej thotë, e njeh këtë, i ka dalë urdhri për paketim, por mos i thuaj njeriu, ta dish për vete se mendova se e ke shok ndaj të thash, qendra e kërkon. Sipas dosjes, Oltion Bistri dyshohet se ka konsumuar edhe elementët e veprës penale zbulimi akteve ose të dhënave sekrete pasi për shkak të detyrës së tij. Ai erdhi në dieni të dokumentit të titulluar Fati i Lojrave. Dokumenti mban datën 20 shkurt 2020 dhe është miratuar nga drejtori i policisë pranë drejtorisë së Tiranës Rebania Upi, i cili është klasifikuar si sekret. Bistri pasi është vënë në dieni të këtij plani ka vënë në dieni hetuarin Plum Gjoka me qëllim që ky i fundit merrte masa që të mos zbuloheshin pajisjet e Lojrave të Fatit.